Ngujimi në banesën e braktisur në Orosh. Julian Sumraku u konvertua nga besimi katolik në musliman, frekuentonte dalja e 2 personave të armatosur nga banesa e braktisur në fshatin Orosh të Fush Arzit, Julian Sumraku dhe Arben Uka, ka hapur rrugën zbulimit të detajeve të mëtejshme, ndërsa autoritetet ende po vijojnë kontrollin e zonës dhe të ndërtesës, ku ata qëndruan të izoluar për orë të tëra. Raportohet se një nga të dorëzuarit, Julian Sumraku, 34 vjeç, ka një histori personale që përfshin konvertimin e tij fetar. Fillimisht besimtar katolik, Sumraku më pas është konvertuar në fen muslimane. Sipas informacionit të siguruar, ai frekuentonte një xhami në fshatin Kryezi, objekt fetar që prej një kohe të gjatë funksionon pa imam të përhershëm, ndërkohë operacioni antiterror në terren vijoi. Forcat Renea kanë nisur kontrollin e plot të ambientit me qenë të specializuar me qëllim zbulimin e çdo arme dhe materialit rrezikshëm që mund të jetë fshehur nga 2 të dyshuarit gjatë qëndrimit të tyre në banesë.